Zotëria i bijve të Ademit a.s. Profeti Muhammed a.s. është njeriu më i mirë që ka parë historia e njerëzimit në sipërfaqen e tokës. Ai është zotëria i bijve të Ademit, është miku i Zotit, vula e profetëve. Ai që do të ndërmjetësojë tek Allahu në ditën e Kiametit. I dërguari i Allahut a.s. ka thënë: në ditën e Kiametit, unë do të jem zotëria i të gjithë bijve të Ademit dhe këtë nuk e them për të mburur. Në dorën time do t'jetë flamuri i falënderimit dhe këtë nuk e them për të mburur. Atë ditë, të gjithë profetët, madje edhe Ademi, do të jenë në flamurin tim e unë do të jem personi i parë që do t'i hapet toka në ditën e ringjalljes dhe këtë nuk e them për të mburur. Ai është profeti ynë Muhamedi a.s., të cilin Allahu i madhëruar e ka dërguar tek të gjithë njerëzit deri në ditën e fundit, pagëzuesi dhe paralajmëruesi i njerëzve dhe i xhinëve, arabëve dhe jo arabëve. Ja, se i dërguari i Allahut a.s. e prezanton veten e tij. Unë jam Muhamedi, biri i Abdullahut, biri i Abdul Mutalibit. Vërtet Allahu i madhëruar i ka krijuar krijesat dhe më ka përzgjedhur mua më të mirin e tyre. Më pas, ai i bëri ata dy grupe dhe më përzgjodhi mua tek grupi më i mirë. Pastaj, ai i bëri ata fise dhe mua më përzgjodhi tek fisi më i mirë. Pastaj, i bëri ata në familje dhe më përzgjodhi mua në familjen më të mirë. Kështu që unë jam më i miri i familjeve dhe më i miri ndër ju. Ai është i dërguari i Allahut, të cilin Allahu i madhëruar e përzgjodhi midis të gjithë njerëzve për të përcjellë mesazhin hyjnor tek të gjithë njerëzimi. I dërguari i Allahut a.s. ka thënë: vërtet, Allahu ka përzgjedhur Ismailin prej bijve të Ibrahimit dhe përzgjodhi prej bijve të Ismailit Benu Kenanen, dhe prej Benu Kenanve përzgjodhi Kurejshët, dhe prej Kurejshve përzgjodhi Hashimitët, dhe prej Hashimitëve më përzgjodhi mua. Profeti Muhammed a.s. është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Është njeriu më i dashur dhe më i afërt tek Allahu. Tek profeti a.s. janë mbledhur të gjitha moralet dhe virtytet e profetëve më parshëm. Ai a.s. ka vendosmërinë e Nuhut a.s., ka besnikërinë dhe sinqeritetin e Ibrahimit a.s., bindjen dhe nënshtrimin e Ismailit a.s., putësinë dhe mirësinë e Jakubit a.s., faljen e Jusufit a.s., durimin e Ejubit a.s., qëndrueshmërinë e Musait a.s., urtësinë e Sulejmanit a.s. dhe bereqetin e Isait a.s. Allahu i madhëruar e pajisi atë me virtyte të larta dhe e ka lavdëruar në Kuranin famëlart duke thënë: vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Surja Kalem 4. Dhe mbi të gjitha, ai a.s. është prisi i njerëzve të devotshëm, shembulli dhe modeli më i mirë i tyre deri në ditën e Kiametit. Profeti Muhammed a.s. nuk ishte mendje madh, po përkundrazi, ishte njeri i thjeshtë dhe modest. Ai a.s. ishte një njeri nevojtar që gjithmonë i drejtohej Allahut me lutje dhe përgjërim, pendohej dhe kërkonte falje duke bërë istighfar tek ai më tepër se 70 herë në ditë. Profeti Muhammed a.s. jetoi në mesin e shokëve të tij si një njeri i thjeshtë, i sjellshëm, i butë, i dhemshur, tolerant dhe i mëshirshëm. Ai a.s. megjithse ishte profeti dërguar nga Allahu i madhëruar, mbi të gjitha ishte njeri si gjithë të tjerët që ha, pi, fle, sëmuret, gëzohet, pikëllohet, pëlqen, urren, martohet dhe ka fëmijë. Ai a.s. ishte një bashkëshort i mirë, një baba që kujdesej për fëmijët, mik besnik dhe vëllai i sinqert për shokët e tij, një komandant i shkëlqyer dhe një lider i vërtet. Ai a.s. ishte i pajisur me virtyte të larta në të gjitha aspektet. Profeti Muhammed a.s. ka qenë njeriu më i sjellshëm dhe më i edukuar. I ka pas mbajtur lidhjet farefisnore, i donte të varfrit, tregohej modest para tyre, i vizitonte dhe merrte pjesë në xhenazën e tyre. I përgjigjej ftesës së dikujt edhe nëse ai që e ftonte ishte skllav. Ishte njeri me sjellje dhe zemër të butë, nuk fliste vetëm se në raste të domosdoshme dhe gjithmonë ishte i buzëqeshur. Duke përshkruar moralin e profetit a.s., Aisha radiallahu anha ka thënë: ai ishte njeriu me moralin më të mirë, nuk ishte vulgar, imoral,
Dhe asnjëri që bënte zhurmë me rrëmuj. Ai nuk e kthente të keqen me të keqe, por ishte tolerant dhe falte. Po ashtu Aishja, radiallahu anha, ka thënë: ai alayhis salam ka pas rregulluar sandalet, qepte rrobat dhe punonte në shtëpi ashtu sikurse vepronte njëri prej jush. E në një transmetim tjetër ajo ka thënë: ai ka qenë njeri si gjithë të tjerët, paloste rrobat, milte delen dhe i ka pas bërë shërbim vetes së tij. Kurse Ibn Abasi radiallahu anhu ka thënë: profeti alayhis salam ulej dhe hante në tokë, i lidhte delet dhe i përgjigjej ftesës së sklavit kur e ftonte për të ngrënë bukë elbi. Kurse Abu Huraira radiallahu anhu ka thënë: profeti alayhis salam asnjëherë nuk e ka sharë ushqimin. Nëse i pëlqente hante dhe nëse nuk i pëlqente, nuk e hante. Allahu i madhëruar e ka bërë obligim për ne që ta duam, t'i bindemi dhe ta respektojmë profetin alayhis salam. Profeti alayhis salam ka thënë: askush prej jush nuk beson derisa të jemi dashur për të, më tepër se babai i tij, fëmia dhe të gjithë njerëzit. Duke qenë se ne jemi të urdhëruar që ta duam dhe t'i bindemi atij, atëherë na del si detyrë që të njihemi me biografinë e tij, të pasojmë hapat e tij dhe të marrim atë si shembull dhe model në të gjitha aspektet e jetës tonë. Të duash profetin alayhis salam do të thotë i drejtosh vetes disa pyetje. A vërtet i jam përgjigjur unë urdhrave të tij? Dhe a jam shmangur prej haramit për të cilin ai alayhis salam na ka urdhëruar që mos ta kryejmë? Apo e ndjek unë sunetin, rrugën dhe metodologjinë e tij? Si sidhem unë me njerëzit dhe si është morali im me ta? A është profeti alayhis salam shembulli dhe modeli im? Nëse profeti alayhis salam do të ishte gjallë, a thua vallë do të ishte i kënaqur me besimin, adhurimin, përkushtimin, moralin dhe sjelljen time?